Merita, ju jeni larguar në 95-ën. Mund të kesh lëvizur jashtë shtetit më përpara për koncerte, por largimin në 95-ën ishte një largim për të jetuar diku tjetër, jo për të rikthyer. Edhe ndoshta përjetimi ka qenë më ndryshe, sepse nuk do të ktheje ndoshta shumë shpejt. Mendimi im është gjithmonë që një ditë do kthehem në Shqipëri, se është vendi im dhe gjysma e jetës time ka qenë këtu dhe gjysma e jetës time është vërtet kemi 30 vjetë. Do me thënë tani jemi bërë 30 vjetë, në Korriki kemi bërë 30 vjetë, si që po flasim dhe sot, që jemi nisur në Amerikë. Si që tha Raifi, vështirësit janë pa fund, një gjë e re për mua, sepse nuk ishim mësuar me emigrimin, po ta marrësh. Gjua, komunikimi, mentaliteti, të ikësh do me thënë nga një institucion që ti i kështë bërë të gjithë, e kështë ndërtuar këtu jetën shumë bukur dhe për një moment do ndrosh çdo gjë. Është një, si thonë, një gjë e re për ty, për çdo gjë. Edhe pastaj kishe dhe atë që ishe me dilemën, këtu do ri? Si do ri? Do me thënë, la shumë gjëra këtu që ishin shumë, për mua ishin shumë të thella. Për mua ishin kujtime, shoqëri, miqësi, familje. Për mua ishin vërtet që unë jam prekur dhe preken vazhdimisht dhe gjithë më thonë nga njëherë sa sensitive je që gjithmonë qanë për intervista, sonte nuk do qaj, sigurisht sot nuk do qanë, një intervist shumë sepse është podcast dhe nuk kam dërmond. Jo, absolutisht, do ta bëjmë sa më të këndshme për publikun që po na ndjek. Në fakt, largimet janë gjithmonë mallëngjyese, do të thonë sepse kur mendon që do kthehesh ndoshta mas disa kohësh, ka qenë një periudhë tjetër, tani është më e lehtë për ato që largohen sepse tash teknologjia ka bërë vetën. Por gjithsesi, të jetuarit në një vend larg nuk do të thotë që harrohet velindja apo shpirti, zemra, gjithçka, domethënë sepse kujtimet janë ato që e mbajnë njeriun. Asnjëherë. Mundohemi si prindër që jemi që të gjithë këtë që kemi prindëror, gjuhën, traditat, zakonet, unë si nën, siç mi ka mësuar nëna ime t'ja transmetoj dhe fëmijëve të mi. Vajzave të mia, të risë, të edukuara, të shkolluara, po ndërkohë t'i them që ju jeni shqiptare, dhe kështu janë zakonet tona, kështu janë edhe traditat shqiptare. Plus që ju vini shumë shpesh tashmë në Shqipëri, së paku një herë në vit patjetër, por ndoshta nga herë 2 herë në vit. Duke ditur që ju duan shumë. Unë mendoj që po të ishit këtu në Shqipëri, ju do ishit shumë të ngarkuar, sepse edhe largësia bën vetëm, por nga që ju duan për të bërë muzikë të mirë. Dhe kur bën muzikë të mirë, art të mirë, kuptohet ato që e vlerësojnë, duan që artistët i kenë në vendin e tyre, jo të larguar. Por prap, ka shumë që ju ftojnë për të qenë prezent në gëzimet e tyre familjare dhe natyrisht ju jeni të gatshëm për t'ju plotësuar dëshirat. Dhe prandaj keni ardhur më shpesh dhe unë mendoj që duhet vini akoma dhe më shpesh në Shqipëri. Neve kemi ardhur në 2019-ën, bëm një recital në Pallat Kongreseve, 2 net, dhe ajo vërtet aty u reflektua tamam se sa dashuri kam unë për gjithë këtë popull dhe sa i kam dhënë dhe sa dashurim kanë dhënë mua ato. Edhe sa të donë akoma populli. Akoma, dhe mendojmë që të vim përsëri dhe të risjellim përsëri një koncert të madh. Po besoj jo në Pallat Kongreseve, ndoshta në një stadium tani ose në shesh. Jo vetëm në Tiranë, po në të gjithë. Si mendon, sepse duhet se 2 net kishte kërkesa akoma për natën e tretë për koncert. Kështu që ndoshta edhe në stadium. Duhet të organizohemi për një gjë të re, sepse tani po fillojnë të piqen edhe kushtet për këtë gjë, që është, domethënë nuk është aq e lehtë, sepse është një punë shumë e madhe, po shpresojmë që të vim dhe të risjellim një koncert të madh. Goxha me një repertor tjetër, ndryshe nga i 2019-ës, dhe ta sjellim përsëri.